Pra, po filloj me mbledhjen e numrave natyror. Ndoshta na kujtohet, pra nëse kemi pas me mbledh numra natyror, kemi mujt me i vendos kështu në formë të shtyllës. Pra, duhet me parasysh që këtë dyshi dhe treshi për neve këto janë njëshet, a është ashtu? Pastaj, tek 4-shi edhe 5-shi, këto janë 10-shet, edhe tek nishi dhe tek 4-shi, këtu i kemi 100-shet. Pra, kemi mujt me i shkru këtu me një tabel, edhe me i shkru në këtë formë kështu. Pra, i kemi pas 1-shet, 10-shet dhe 100-shet. Pra, i kemi 1-shet, i kemi 10-shet, edhe i kemi 100-shet. Pra, këtu i kemi numrin 142, këtu i kemi numrin 453. Edhe tash këtu i kemi mbledha, po si kemi pas vështirë. 1-shet 2 plus 3, po e dim që bëjmë 5, pastaj 4 plus 5 e kemi 9, edhe 1 plus 4, 5. Pra, këta e kemi mbledhorin e parë, këta e kemi mbledhorin e dytë, edhe përfundimisht këtu e kemi shumën. Pra, kur e kemi me mbledhje, është shuma. A i kujtohet dikujt anë që se e kemi pas me zbritje, si është quajtur ky numër? Mirë, pra. Po, që dikush është të shkruaj? Okej, këta e kemi quajtur ndryshe ndryshimin. Pra, ka qenë mbledhor, ky zbrishmi, ndërsa këtu e kemi ndryshimin e numrave. Po s'ka lidhje. Çka nëse kemi tash ndoshta një numër që është pak më i madh. Për shembull, çka nëse kemi me mbledh numrat 34403 edhe 342.243. Tash, duhet me I vendos këto, këtë numrin duhet me vendos tek 1-shet, 10-shet, 100-shet, 1000-shet, 10.000-shet. Po e shihni që tek numri I parë nuk e kemi asnjë numër tek 100.000-shet. Ndërsa tek këtë rast me qenë se kemi mbledhje, pra tek mbledhori I dytë e kemi 1-shet, 10-shet, 100-shet, 1000-shet, 10.000-shet edhe 100.000-shet. Edhe tash tu kemi me I mbledh 3 plus 3 që bojnë 6, 0 plus 4, 4, 4 plus 2, 6, 4 plus 2, 6, 3 plus 4, 7, edhe 0 plus 3 e kemi 3. A mos ka dikush ndonjë pyetje ose diskutim lidhje me këto? Pra çto tabelat, super. Çto tabelat po I shkruajmë për ndoshta për me pas më lehtë ku po I vendosim 1-shet, 10-shet, 100-shet, 1000-shet, 10.000-shet edhe 100.000-shet. Nëse kemi numrin hajde që gati si të ngjajshëm po e marrim, që po e marrim 34.000, po e shkruajmë kështu. 758.346. Edhe kemi numrin tjetër. 3, 5. Tash, a mundemi me I mbledh qështu këta numra jo? Pra, mundemi qëtu me ja vendosni 0, 0 plus 5 me shkru 5, jo, pse jo? 14, 4 një në mend, 1 plus 4, 5, edhe plus 9, 14, 4 një në mend, 7, 11, një në mend, 9, 12, edhe një në mend, 8, 7. Tash, pra, kur po doj me I mbledh numrat, duhet me pas kujdes, nëse që kjo është 758.346, edhe ky tjetri është 237.985. Qashtu është pra, në këtë rast këtu nuk I kemi vendosna saktësisht e 1-shet. Pra I kemi përzi, këtu I kemi 10-shet, këtu I kemi 1-shet. Nëse me ngjyrë të verdhë po I shkruajmë 1-shet, pra tash ja ku e kemi 1-shet, nuk e kemi 8-shin. 4-shin e kemi 10-shet, po 8-shin e kemi të 10-shet. Po shihni, pra nuk guxoj me mbledh 6 plus 8 më na jap 14. Pra I dash me mbledh 6 plus 5. Pra si rregull është që me I shkru, hajde që numrin e parë nuk ka der 758.346. Këtë numrin e dytë duhet me I shkru me rend, pra. Me I shkru 1-shet, pastaj 10-shet, pastaj 100-shet, pastaj 1000-shet, 10.000-shet edhe 100.000-shet. Mirë.
Pra që na sot jena aty ushtru mbledhjen e numrave natyror, nëse përfundojmë pra krejta, nëse nuk kemi ndonjë pyetje diçka tjetër, na mbetet të mërkurën me vazhdu me zbritjen e numrave natyror. Nëse kemi nevojë, kthehemi prapë këtu te mbledhja e numrave natyror. Pra tash kur I vendosim saktësisht njëshet me njëshe, dhjetëshet me dhjetëshe, qindëshet me qindëshe, mishet me mishe, 10 mishet me 10 mishe dhe 100 mishe me 100 mishe, tash mundim me I mbledh. Pra 6 plus 5 e kemi 11. 1 e 1 në mend. Pastaj kemi 1 plus 4, 5. 5 plus 8, 13. 3 e 1 në mend. Mirë, veprimet me klapa, okej, do të me këshyr, a kena marrë ndonjë detyrë shtu veprime me klapa, vetëm pak. Po mirë që këtu që nga kjo, mirë po këtu të regojmë që vlen ndonjë vetit e caktume, vetëm një vend që kanë me klapa, okej. Pra, nëse keni ndonjë detyrë specifike, tregoni ma herët, pastaj na këtu bashkë zgjidhim. Apo ashtu, pra dërgoni me foto, dërgoni aty tek general edhe vazhdojmë. Pra ku mbetëm? Ishim tek kjo, 3 1 në mend, 1 plus 3 4 plus 9 13, 3 1 në mend, pastaj 1 plus 8 9, plus 7 kemi 16, 6 1 në mend, 1 plus 5 6, plus 3 9, edhe 7 plus 2 9. Pra, kur pas kemi me I mbledh, gjithashtu edhe kur kemi me I zbrit numrat, do të me pas kujdes me I vendos njëshet me njëshe, dhjetëshet me dhjetëshe. Na përzihen, sikur në këtë rast këtu prapë, e shini këtu që na ndodhi që ky gabim. Nuk bën këtë formë me I mbledh. A keni pyetje? Prapë, nëse dikush, apo dëni me provu api ju bën mikrofoni, pra mundini me ngrit dorën aty, mundini me ngrit dorën edhe me bën ndonjë pyetje. Veç keni kujdes. Po, tash, e kemi shumë vështirë me e marrë, po mirë, e kemi shumë vështirë, vetëm duni me të regu para prakesh, pra para se me fillu ora. Para se me fillu ora, të lutem I dërgon, pastaj I zgjidhim, apo ashtu. E ka shumë vështirë tash me marrën si foto këtu dhe me shkru këto. Prandaj. Apo më tregon me çfarë libër je? Me cilin libër? Faqe 17 që kanë nëse s'gaboj, ja? Për mbledhje detyrash, okej. Çfarë të këshirim këtu ku jeni me faqe 17? A po që tash te faqe 17, kogjash përpara keni ec. Radha e veprimeve me klapa neve na vjen shumë ma vonë. Këtë kogja përpara ju. Okej. Pra jeni kogja përpara me mësime, nuk e di pse. Mirë. Atë vazhdojmë tash. Çka është një rregull tek mbledhja dhe në vërtet te mbledhja e numrave natyror, po besoj që I keni mësuar këtë edhe më herët klasën e 5, është vetia e ndrimit vendeve ose vlen vetia komutative. Po, nuk ka det heq. Veç që me ditën e prafërsisht cilën faqe është edhe me ditë cilat janë detyrat, prandaj po ju ves. Pra është vetia komutative ose vetia e ndrimit vendeve. Cila është kjo rregulla? Pra, për mbledhjen vlen sikur ta keni 2 plus 3, sikur ta keni 3 plus 2 është e njëjta. Pra 2 plus 3 kemi që është I barabartë me 5, po edhe 3 plus 2 kemi që është I barabartë me 5. Pra që kjo është vetia komutative ose vetia e ndrimit vendeve. Mundem me I ndru vendet nëse vim tek mbledhja. Mirë. Tash, në qoftë se e kemi kështu, 142 plus 453
Si është dashur tash këtu me shkru vetin komutative? Hajde. Bravo. Po, no. Po, bravo. Shumë mirë. Shkëlqyshëm. Pra, çka vetia komutative qenë ka vetëm ju ndru vendet. Pra, te mbledhja vlen vetimi vetia e ndrimit vendeve të numrave. Po, pra, që edhe dikush këtu e ka shkruar që është 453 plus 142. Mirë, faleminderit shumë. Tash. Që kemi një veti tjetër, pro, vetia tjetër më radhe kemi vetia asociative ose ndryshe vetia e shoqërimit. Pra, sikur të kemi 2 plus 3 plus 4, pra kjo është njëjtë sikurse 2 plus 3 plus 4. Tash, çka mundem me vepruna? Po dojmë të tregu që ana e majt është e barabartë me anën e djathtë. Pra kemi 2 plus 3 plus 4 që është 7. Tash, dikush ma herët e përmendi pra radhën e veprimeve. Pra radhën e veprimeve, përshin që këtu nuk guxoj me mbledh 2 plus 3, pra spari duhet me kry veprimet brenda klapave, çka janë? Që po i shkruajmë këtu, pra spari duhet me kry që është 3 plus 4 që është 7. Pastaj e kemi që është e barabartë me, pra këtu tash e kemi të 2 plus 3 që është 5 plus 4, pra kjo radha tjetër që nga 2 plus 3 që e kemi të barabartë me 5. Përfundimisht 2 plus 7 e kemi 9, që është e barabartë me 5 plus 4, 9. Po, vetëm o 9. E sakt është, kur rrim, kur kena marrë të zbritja e numrave, keme me pas që nuk vlen, që mundem me marrë një rast këtu. Në që se kemi 2 minus 3, kjo nuk është e barabartë me 3 minus 2. Pra nuk vlen vetia e ndrimit. 2 minus 3, po pëse e kemi mësu, apo, që na bojnë minus 1, edhe 3 minus 2 është e barabartë me 1, pra këto nuk janë të barabarta. E kemi mësu që 2 minus 3 është e barabartë me minus 1, apo? E keni mësu? Okej, dikush tjetër? Mirë. Pra që kjo është vetia asociative. Qofse kemi 2 plus 3 plus 4, pra është njëjtë sikur me shkru 2 plus 3 plus 4. Tash e pas kemi këtu një detyrë tjetër. Tash shikoj cila është me radhë këtu. Mirë, pas kemi shembuj tjetër. Që kështu, që ka numri pak i madh, po e shkruajmë. Pra kemi 375.214 plus 478.507 plus 607.089. Kjo është njëjtë e barabartë, pra kjo është e barabartë me shkruaj këtu, mos ta shkruaj atje. Shkruaj barazim, është tepër. Pra kjo është e njëjtë e barabartë me, hajde, po më ndihmon dikush, si është dashur me shkruaj këto. Pra edhe po i lexojmë numrat, edhe po i vendosim këto thysat. Ose shkruajini, pra si është dashur me shkruaj vetin asociative ose vetin e shoqërimit. Mundi dikush me ngrit dorën ose mundeni me shkruaj si të keni ma lehtë. Mirë, me qenë se u përgjigje ma herët, për ja japim edhe dikuj tjetër mundësin, qofse kur kush nuk e ngrit dorën, pa tjetër mundesh prapti. Po na pret edhe pak.
Mirë, hajde, kush do që mundi të po përgjigjeni, s'ka lidhje. Mos të hupi më shumë kohë. Po, nuk po dojmë me i mbledh tash këtë rast, na po dojmë me e gjetë cila është vetëia asociative. Pra qysh ish dash me shkru në qoftë se kish vlerë vetëia asociative. Mundem edhe me i mbledh, po po dojmë me ditë cila është, pra sikur vetëia asociative si ish dash me shkru. Mirë, bravo. Afër, porno. Mirë, që edhe këtu dikush e ka shkru prafërsisht përgjigjen, si afër. Pra, tash në qoftë se ish dash me shkru vetin asociative, në qoftë se po mbledhen këta dy numra, tash na mundem me i mbledh dy numra tjerë. Pra, tash dy numra tjerë, ose po e mbledhim, po themi është 375.214 plus ndaqet e vendosim këta, ndaqet këta. Pra, s'ka lidhje se prap po themi që vlen vetia edhe asociative edhe vetia komutative. Pra, edhe vlen vetia shoqërimit edhe vetia ndrimit vendeve. Pra, këta e kishim shkru sikur 478.507, edhe në fund po e shkruajmë tash plus 607.089. Pra, që kjo është vetia asociative ose vetia e shoqërimit? Po s'ka lidhje. Na po mundohemi. Po besoj që deri këtu kanë qenë të qarta, ndoshta për disa janë të lehta, për disa fillimisht mundën me qenë vështira, po besoj nëse na përcjellni edhe nëse ushtroni në shtëpi, keni me i përfundu me sukses. Keni me i mësu me lehtësi. Mirë. A keni ndonjë pyetje deri këtu? Mirë. Hajde po vazhdojmë tutje. Tash. Nuk ka lidhje. Mos u bë merak. Mirë. Po. Okej. Më falni. Pra, detyra radhës është kështu. Paraqitni në boshtin numerik veprimin e mbledhjes së numrit 4 dhe numrit 5. A ka dikush që ka ushtru në boshtin numerik me i mbledh numrat? Pra, në qoftë se i kishim pas kështu një bosht numerik, që në këtë formë kështu po e shkrujmë, let jetë këtu pika 0, këtu let jetë 1, këtu 2, okej, që po e shkruj, më falni edhe një herë. S'ka lidhje. Po mirë, ka dikush për shembull mundet me mësu. Ata që mësojnë me libra të pegit, e mësojnë edhe në boshtin numerik. Pra është mirë me mësu edhe në boshtin numerik se qysh mbledhen numrat në këtë rast. Super. Pra, nëse këtu është 0, këtu let jetë 1, këtu let jetë 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Okej, vetëm pak. Se s'mujta me pa që keni shkru. Pa problem.
me kam mësuar unë, edhe unë e kam librin peki, okej, dikush ku ka ty ushtru me librin peki, po s'ka lidhje, s'është më rëndësishme në libër, pra se tek gjithë librat që i mësoni në këtë formë, pra nuk mundin me mësu ma ndryshe. Mirë, pra paraqiteni në boshtin numerik veprimin e mbledhjes së numrit 4 me numrin 5. Pra si është rregulli? S'pari vim te numri 4, ja ku e kemi numrin 4 këtu. Tash, te veprimi i mbledhjes duhet me shku në krahun djathtas, pra me ashtu dhe 5. Në këtë rast duhet 1, që po i bëjmë në ngjyra tjera. Mirë. Që kështu? Pra tash 1, 2, 3, 4, 5. Pra gjithsej i pas kemi 5 njësi. Fali. Prej 4-shit deri te 5 njësi, pra shtu e kemi plus 5. Pra 4 plus 5, sa qenë ka shuma? Qenë ka 9. Pra që kjo është boshti numerik, që 4 plus 5, 4 plus 5 e kemi të barabart me 9. Në gjashëm kena me mësu edhe zbritjen për atë boshti numerik. Në qofse e kemi numri 4 edhe po e zbresim po themi për 2, atëherë kemi 1, 2, pra të cili numër po vim tek 2-shi. Edhe një herë, pra jena arë tek numri 9. E kemi pas 4, na u kanë shtu edhe 5 njësi tjera, pra jemi tek numri 9. Mirë, kthehemi prap këtu. Dhe të shtëpije që bashkë të njëjtën. E po super. Lumt. Hajde po vazhdojmë tutje. Tash, qëtu nuk po na japet çfarë rregulle i kemi mësu, po na thot plotësoni barazimet. Në qofse e kemi, po. Una. Mirë, lumt. Pra, te zvrastira du të me vendos këtu numrin 38. Pse po e vendosi numrin 38? Sepse e kemi vetin komotative ose vetin e ndrimit vendeve. Pra, po na ndrohet në vendet. 38 plus 15 është njëjtë sikur 15 plus 38. Ndërsa, te kjo tjetra këto, e kemi 2450 plus 350. Hajde, më sa është e barabartë? Hajde shkruajeni. Bravo, pra, është 2450. Pra, që kjo qenë ka vetia e ndrimit të vendeve. Po pra, ju lumt. Mirë, po vazhdojmë tutje. Tash, këtu nuk është që pas kemi ndëni vetit caktume me zgjidh, po vetëm kemi me i kry veprimet. Pra kemi me i mbledh numrat. Apo më ndihmon dikush në A? Si këshim vepru? Bravo. Po. Plus 475, okej. Na ka jap dikush një ide aty. Po thot çka nëse i kishim vendosur këto në shtylla. Pra, kur kemi me i mbledh numrat, ose mundi me mbledh njëshët me njëshe, pra 300, 600 edhe 500, ose mundi me i vendosur në shtylla, pra që mos më i përzit 300, 600 edhe 500. Po na nuk mundemi gjithmonë ndoshta me shku me ngjyra edhe me i mbledh ndoshta në këtë formë, po duhet me i vendos në shtyllë. Pra, po i vendosim 123, po i vendosim 356, edhe po i vendosim 475. Pra, se nuk është që kemi me vendos në një rregull, po vetëm kemi me i mbledh. Barazimi 954 të detyra A në rregull, tash po e këshyrim është ashtu. Nuk e kum zgjidh, tash po e provojmë. Mirë, pra kemi tash kështu. 3 plus 6 është 9, 9 plus 5 e kemi 14, 4,
e njën mend. Tash kemi 1 plus 2 është 3, 3 plus 5, 8, 8 plus 7 është 15, 5 e njën mend. Edhe kemi 1 plus 1, 2 plus 3, 5 plus 4, 9 është 954, pra barazimet e detyra A qenë ka e sakt. Shumë mirë. Tash nën B. Nën B është, po e zgjidhi unë, se mundet me pas nështë pak pas qartësi të kjo. Do të me pas kujdes, spari po e shkryjmë, pra gjithmonë kemi mbledh. Edhe këtu kemi me mbledh. Kemi 1234. Po tash këtë numrin 75 duhet a i keni mësu në atë formula? Po, okej, edhe ashtu bën, po s'ka lidhje. Pra që po i shkryjmë që ashtu qysh janë. Okej. Tash mundim me shkru edhe që ashtu qysh janë. 1234. Tash numri 75 duhet me pas kujdes. Të njëshin e kemi 5, edhe 10 që të kemi 7. Nuk kemi mo. Pra këtu tash, edhe pse nuk janë të shkrume, këtu duhet me paramendu që i kemi 2-0. Ashtu. Pastaj, i kemi numrin 346. Pra është 6, është 4, edhe 3. 1655, mundet, nuk jemi sigurt. Pra po them. Ndërsa, për këtë detyrën tjetër, këtu e kemi edhe një 0. Pra njëshët, 10, 100 mishet. Njëshët, 10, 100 mishet. Njëshët, 10, 100 mishet. Mirë, mas që ju ka dalë 2 vetave, po 3, pra, mas që i keni zhjith 3655, po, mundet me dalë 1655. Ju lumt. Pra si kemi 4 plus 5, 9, plus 6, kemi 15, 5, e njën mend, 1 plus 3, 4, plus 7, 11, plus 4, 15, 5, e njën mend. Tash kur po vim pra të kjo, kemi 1 plus 2, 3, plus 0, 3, plus 3 është 6, edhe tash në fund këtu, pra mos t'i këshim pas këtu 0, vetëm po themi po e ulim nishin, apo? Edhe po na del që është rezultati 1655. Mira, keni pyetje? Mirë, disa po shkruajnë, disa jo, si do qoftë, si të shihni një të arsyeshme. Bravo. Kam qef më angazhu të gjithë, besoj që kam e pas mundësi për të gjithë, kështu që ma mirë ndoshta është më angazhu. Mirë. Që ky numër është kogja numër i madh, ishte shikojmë cila është, apo të ngjashëm pas kem. Okej, çfarë është apo vazhdojmë. Pra po e zgjidhim sparin në A. Pra kemi 43561 plus 74327 plus 800107. Tash, kur kemi me i mbledh numrat, pra duhet me shikua mos përna për shtatet me i mbledh këta dy numra, ose këta me këta. Mirë po në këtë rast këtu nuk është që e kemi, pra nuk është që përna për shtatet ndër një numër, okej. Pra i kena bo kombinim librat, si do qoftë, po mundohemi me i për shtatet në shta për gjithë. Po, në këtë rast këtu, ma herë të regun pra që mundem edhe mos me i kry veprimet me ndakllapave, pra mundem me i marë dy numra tjerë që përna konvenojnë me i mbledh. Pra mundem me i mbledh këta dytë. Mirë po, nuk përna për shtatet, pra ndaj mundem me vazhdu që ashtu që kemi mrenda klapave. Pra, spari e mbledhim, a që këtu për shkruj? Që për shkruj këtu? 43.561, edhe kemi 74.327. Pra 1 plus 7 kemi 8, 6 plus 2 8, 5 plus 3 8, 3 plus 4 7, edhe 4 plus 7 kemi 11. Pra, kjo është e barabartë me 117.888 plus
800.107. Të lumt, tash ju tregoj edhe një trik pra çush kena mujt me zgjidh ta më shpejta. Tash ju tregoj. A kemi kohë? Po, besoj kemi kohë, na premton koha. Pra tash na ka mbet këtij numrit më ashtu edhe 800.107. 8 plus 7 kemi 15, 5 një mend, 1 plus 8 kemi 9, 8 plus 1 kemi 9, 7 plus 0 kemi 7, 1 plus 0 kemi 1, edhe 1 plus 8 është 9. Pra rezultati është 917.995. Pra, cili është tash një mënyrë që ai triki, me qenë se i kemi të trijat ty mbledh, pra këtë numër dhe këtë numër dhe këtë numër, në mundem lirisht me i hi klapat. Edhe me i vendos krit numrat me shtyll. Pra 4, 3, 5, 6, 1, 7, 4, 3, 2, 7, edhe kemi 8, 0, 0, 1, 0, 7. Tash kemi 1 plus 7, 8, plus 7, 15, 5 e një mend. 1 plus 6, 7, plus 2, 9. 5 plus 3, 8, plus 1 e kemi 9. 3 plus 4, 7. 4 plus 7 e kemi 11, 1 e një mend, 9. Po shihni 917.995. Amo keni kujdes, kjo vlen vetëm nëse janë krejt plusa. Me pas diku ndonjë shumëzim ose me pas ndonjë zbritje, nuk guxojmë kështu me i vendos. Pra duhet si i kemi klapat. Po, kur i kemi pra krit me mbledhje, edhe i kemi diku klapat vetin asociative, këto mundin me i vendos në shtyllë.